Prej javësh, rrjetet sociale dhe portalet roz janë pushtuar nga një pyetje e vetme. Çfarë po ndodh me marrëdhënien e Brikenës dhe Mateos? Dyshja e cila u kthye në një nga pikat më të forta të diskutimit brenda shtëpisë së Big Brother VIP, duket se po kalon një periudhë ngrirjeje publike që ka shqetësuar pamas mbështetësit e tyre. Edhe pse brenda shtëpisë premtuan se do të ishin mbështetje e njëri tjetrit dhe në botën e jashtme, reality post reality duket krejt ndryshe. Shenja e parë që alarmoi ndjekësit ishte mungesa e postimeve të përbashkëta. Në një kohë kur fansat prisnin foto nga pushimet apo darkat romantike, profilet e tyre në Instagram janë fokusuar vetëm në projekte individuale dhe jetën e tyre të ndarë. Burime prandyshës bëjnë me dije se Brikena dhe Mateo kanë refuzuar vazhdimisht ftesat për të dalë në intervista televizive si çift. Ky vendim, për të mos u shfaqur krah për krah në ekran, ka hedhur akoma më shumë benzinë zjarrit e dyshimeve për një ndarje të mundshme. Pavarësisht aludimeve, asnjëri prej tyre nuk ka bërë një deklaratë zyrtare për t'i dhënë fund thashethemeve. Kjo heshtje hermetike ka lënë vend për dy teori, që çifti ka vendosur të ndjek rrugë të ndryshme pa bërë zhurmë mediatike, ose ata janë lodhur nga vëzhgimi 24/7 i kamerave dhe kanë vendosur që lidhjen e tyre ta mbajnë larg syrit të publikut, duke shijuar një romancë sekrete. Në grupet e shumta të fansave në rrjetet sociale, shpresa ende nuk ka vdekur. Shumë prej tyre besojnë se ky është thjesht një strategji për të ikur presionit të madh dhe se herët avon, dyshja do shfaqet sërish bashk. Ata duan shumë, thjesht po mbrojnë dashurinë e tyre, shkruajnë ndjekësit në faqe mbështetësit. Deri në një reagim nga vetë protagonistët, Brikena dhe Mateo mbetin misteri më i madh i këtij edicioni, duke i lënë të gjithë në pritje të një konfirmimi që mund të gëzojë ose thyej zemrat e mira ndjekësve. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? A mendoni se çifti është ndarë dhe kjo ishte një strategji loje, apo ato vazhdojnë lidhjen e tyre edhe jashtë shtëpisë? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit!